A e hapi këtë me malin e zi? Ja ka dale. Kjo është mashtrim. Je hapi, a ka botë një vizitë zyrtare në malin e zi, më thuaj. Mashtrim është kjo. A ka botë një vizitë zyrtare në pozitën e Nuk është mashtrim. Mashtrim. Marrëveshja është bon kuvend. Mashtrim. Ajo marrëveshje, ka dole. Ajo marrëveshje është e njëjta, demarkacioni është i njëjtë. Po ti o vurë, ka që me folme. Kush po dhe... Cilën pjesë? Paspori, vendi, dokumentet që zvotu në Republikën e Kosovës. Është e njëjta, Adriatik. Njëjtave është. Në 2015. Ajo, s'ka luajtur teksti marrëveshjes. Teksti marrëveshjes. Dhe deklarata për bashkë. Deklarata është tjetër, por ratifikohet marrëveshja. Kush po manipulan? Që që po shkruan? Ke manipulan, amne. Qyre që ka po shkruan? Pjesë përbërse e këti ligji. A dole, që e mare ku po shkruan? Që kush po manipulan? Deklarata përbashkët e presidentit Republikës Kosovës dhe Çka është deklarata? Është obligative deklarata. pjesë përbërse e këti ligji, o vla, është ligj. Pse se keni bo amni? A i një kom pushtet? Është e ligjit, për jo marrëvesh. A i një kom pushtet? A është caktuar në një komision i ri, së të shikoj, është bërë diska në një hapë. Nuk është bo për një arsye. Se? Sepse, ne të hapshim këtë temë, kemi pas procesin e vizave dhe rrezikojshim mës me u këthy edhe njerë. Ma herët kërë i dojgjën vizat 2015, 14, 13. Unë edhe diska tjetër. A keni shty vizat për qëto, pra? Vizat janë shty për qëto, protestën e ju... Jo, së shty, po shty korupcioni. Jo, orë komision, prej komisionit. Cili korupcion? Se short vitit, ka dole, pëse më manipulani? Cili korupcion? Korupcioni ka por, a di si ka pos vitin 2019, në orë 40 vet nga Komisioni Evropian, dhe kam bo analizë nivellit luftës kundër korupcionit. I ke pas edhe korupcioni, po manipuloni ju, po manipuloni me. Unë të kalëzaj kur ka dojnë... Komisioni Evropian ka deklaru se Kosova i ka përmbush të gjitha kushtet për heqen e vizave. Përveç 2 javë. Përveç ratifikime me molin e zi. Përveç ratifikime me molin e zi. Nivelin e duhur sistemit ligjet, luftën antikorupcion. Po e mshefni këto. Se o pon, korupcioni, pëse vem shef, unë s'pat kuptoj ty pëse vem shef. Ata ka ndryshe, ka qenë edhe korupcioni. Jo, se kam pasur për të mos situr kritere shtes. E kemi marrë tek në vitin 2019. Amne, nuk të kom faj pëse ke qenë e onën e mashtrimit. Nuk kam qenë e onën e mashtrimit. Unë edhe asët nuk po tham, asat herë s'kom thonë, asash, po që është menagju këtë Nuk e di, e tha, s'di pëse debatojmë, nuk e di. Sepse po e menagjon kese apo i po ti e tha nuk e di. E po, pas ti se din. Po ti e tha nuk e di, unë nuk e thash nuk e di. Po e di që është menagju. Që ta përmjullu këtë pjesë, zoti Arisi, me shikoj në studio, nësofë se tash, po e shojmë se zoti Kurti nuk pat në një vullnet, theksuar për të marrë me këtë çështje, ndosë se nuk e ka votuar as kuvend, ka protestuar gjatë. Nëse ndron pushteti, për shembull, mes foljet edhe nga pjesa kur keni qenë bashkë me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës dhe luftën që ka bërë për këtë zoti Ramush Haradinaj si kryeministër, a duhet kthyer zoti Haradinaj Aleanca pikërisht nëse vjen pushtet sërish të kjo marrëveshje? Drejtë, këtu është e parapame me u kriju komision nga 2 shtetet. E qarë, a duhet bërë? O nuk bante e punjur. I takon liderve të ri që vinë. Adriatik, këtasin për marrëveshje të ratifikuar në kuvendet reciproke. Mas pari du të më shënju o pika kovidare. Apo e dalojmë pak marrëveshja ndërshtetërore dhe ligji që është miratu në kuvendin e Kosovës. Ligji që është miratu në kuvendin e Kosovës nuk është i obligueshëm për malin e zi. E pjesa e deklaratës presidentve. Nuk ratifikohet. Ato veç, mos ta diskutojmë se hupim kohë dhe mashtrojmë njerëzit. Po këj po thetë qka ka... Nuk është kërkuar me 2/3 ata. Sigurisht. Edhe tjetra që është shumë e rëndësishme këtu, sa herë që ka kauza politike, cilat prekin sentimentin e njerëzve, ato janë kauzat rrënjshme dhe manipulative. Jo, me ka që absolutizm. Absolutisht që po. Sa herë, kur flitet për toka, njerëzit janë të ndihshëm të toka, njerëzit janë të ndihshëm të xhamia, të kisha. Të mezha. Pikërisht për këtë duhet një menaxhent me menaxhu një proces sa ma transparent se në procesin e demarkimit me malin e zi, janë prezentu fiks 26 harta ndërkombëtare të shtete perëndimore. Qelsi dhe baza e krejt kësaj ka qenë kushtetuta jonë e 74-ës dhe dokumentet e natës. Mbi këtë bazë është bërë demarkimi. Marrëveshja ka qenë
sepse kështu bëhet demarkimi, nuk bëhet me fjalë çobanëve se ku i kanë kullu 10 delet. Sepse me këtë logjik kanë shku. Sot dhe kësaj dite i kullosin aty. Me këtë logjik kanë shku. Se i kam pas në shfrytëzim në kuadër të një federate që ka qenë Jugoslavia. Nuk kanë qenë dy shtetet ndryshme atër. Të dy palet janë ullë dhe i kanë zirë hartat. I kanë zirë njësit katastrale. Njësit katastrale. Dhe përputhja ka qenë 100%. Vesh një Napol ka dalë. Përputhja ka qenë 100%. Dhe kështu ka jesë këj proces. Ka ndosh këta me... Me këtë si është vendosur, nuk është cunguar teritori i Pejes dhe as i Deçanit. E asë një komunë që kufizohet me malin e zi. Komunal, i Pejes dhe i Deçanit nuk është cunguar. Edhe një fjali e ka me mbyllar rrëdhë kësaj çështje. Kanë zgjedh Albin Kurti, Ramush Haradinaj, Fatmir Limaj, me besu Shpejtin Bolliqit, dhe jo harta ndërkombëtare, jo NATO-s, jo kushtetutës së 74-ës, dhe jo Bajdenit që ka qenë Kosovë për këtë punë, dhe jo Kerit që ka qenë Kosovë për këtë punë, kanë vendos me i besu një mashtrusi. Dhe nga ka dalë një mashtrim. Si themi, mashtrusi është edhe Zoti Bolliqi do shta ka qenë i bindur. Adriatik, Zoti Bolliqi, bashkë me atë kolegun tjetër, kanë aplikun tender për këtë proces. Dhe kanë dështu pe i tenderi. E ka marrë tenderin të kusht tjetër. Jo, po të kalzojnë që është. A i hajnë kështë. A ka aplikun tender. Besoj që dalëm kërkon. A kanë aplikun tender. Po mirë dhe mund t'jenë dy proceset ndara. Jo, s'ka proces ndamë. Se po indërlidhni. Se kjo është e rrejshme, kjo është kauzë e rrejshme. Dhe këta i kanë shkaktu dëm vendit. Po kjo është mendimi. Dhe këtë dëm janë përpjek me përmirësu kur kanë orë në pushtet. Cili është dëmi që i kanë shkaktu? Dëmi ndërkombëtar ka qenë jashtëzakonshëm. Se? I kemi u vizat në atë kohë. Dhe ja keni lënë Albin Kurti tash me marrë meritat për viza. 4 vjetë shtyrje. Jemi shty me Amerikanë, sa që zëvendës presidentit Biden, na ja kemi kallzu venin aso kohë. Ka ra është rëzu qeveria Isa Mustafës, ka orë një qeveri tjetër,